Diplomati Amerikan David Kostelanchik, i nomenuar më herët nga ish-presidenti i SBA-s Joe Biden për postin e ambasadorit në Shqipëri, por i pa konfirmuar nga Kongresi, në bashkëpunim me Andrew Reinus, kanë analizuar korrupsionin si një nga sfidat më të mëdha që përballet Shqipëria në rrugën e saj europiane. Në fokus të analizës vendoset çështja e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila së bashku me zyrtar të lartë është përballur me akuza për korrupsion. Sipas analizës, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, i cili mbetet ende i hapur, i jep Brukselit mundësinë për të ushtruar presione më të forta ndaj politikës shqiptare për reforma konkrete në luftën kundër korrupsionit. Belinda Balluku, e cila ka shërbyer si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, akuzohet se ka favorizuar në mënyrë të padrejtë një kompani për ndërtimin e një tuneli në jug të vendit. Hetuesit kanë gjetur më pas prova se ky nuk ka qenë tenderi vetëm i prekur nga dyshimet për favorizime, por ajo i mohon akuzat. Thuhet në artikull, ndërsa më tej, Kostelanchik dhe Reinus shtojnë se Balluku konsiderohet si një nga bashkëpunëtorët më të afërta të kryeministrit. Në analizë theksohet se opozita e drejtuar nga Sali Berisha ka intensifikuar protesta si në kuvend ashtu dhe në rrugë, duke përfshirë përplasje të forta me policinë, përdorimin e mjeteve të forta të protestës gjatë seancës parlamentare dhe tubimeve publike. Megjithatë, sipas Kostelanchik dhe Reinus, këto tensione nuk pritet të sjellin ndryshime të menjëhershme politike, për shkak të shumicës parlamentare që mban Partia Socialiste. Sipas autorëve, BE-ja duhet të përdor aktivisht perspektivën e antarësimit si levë për të ndërtuar një sistem që parandalon korrupsionin, rrit besimin publik dhe shmang regresin e mëtejshëm. Nëse Edi Rama synon të përmbush premtimin për antarësimin në BE deri në vitin 2030, ndryshimet e rëndësishme do të jenë të domosdoshme. Brukseli mund të ofrojë një udhërrofyes që Shqipëria ta ndjek, përfundojnë ata.